Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim për një temë që titullohet dialogu mes Allahut dhe pejgamberëve. Si Allahu Azza wa Jall do t'i thret pejgamberlerët për t'i pyetur. Do t'a thret Ademin a.s. Do t'a thret Nuhin a.s. dhe gjithashtu Isën a.s. dhe të gjithë pejgamberlerët. Allahu do t'i thret për t'i pyetur se çfarë përgjigje kanë marrë prej popullit të tyre. Në dersin që kemi folë më parë, kemi tregu se Allahu Azza wa Jall do të vjen në tokën e mahsherit, pasi që njerëzit të tubohen, njerëzit edhe xhinët, dhe pastaj të vinë me lajket radh dhe ata do të dëshmojnë për njerëzit, dhe sa herë që kanë me arë një grup prej me lajkeve, njerëzit kanë me pyet: e fikum rabbukum, a është me juve Zoti juaj? A është Zoti me juve? Ata thonë jo, do të vjen. E pastaj thamë se drita Allahut do të vjen, pastaj ka marrë Allahu Azza wa Jall li fasli al-qada, për të gjykuar tek njerëzit. Dhe Allahu Azza wa Jall pastaj do t'ju thot njerëzive: ja ma'shar al-jinni wal-ins, o ju grup i njerëzive edhe i gjinve, inni qad ansitu ilaykum mundhu khalaqtukum, unë thot ju ndëgjoj juve prej se ju kam kriju, asma'u qawlakum, ndëgjoj thot fjalë e juaja, wa ara a'malakum, shiqoj thot veprat e juaja, wa ansitu ilayya al-yawm, ndëgjoni mu pra sot. Deri shtash u thot që kam dëgju juve, edhe ju kam shiku, thot shtash ju ndëgjoni. Fa innama hiya a'malukum, thot ja këtu thot i keni veprat tuaja, wa suhufukum, edhe librat tuaja, që me lajket çdo sen kanë regjistru. Faman wajada khayran falyahmadillah, kush gjen mirë le ta falendron Allahun Azza wa Jall. Kush gjen namaz, ibadet, dua, dhikr, hajj, le ta falendron Allahun Azza wa Jall. Wa man wajada ghayra dhalika, e kush gjen diçka tjetër, fala yulumanna illa nafsa, pra mos ta fajsoj askënd, vetëm se vetveten le ta fajsoj. Pastaj Allahu Azza wa Jall do t'ju thot njerëzve, do t'ju thot këto ajete që janë në surën Yasin: alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan, a nuk e kam marrë ma keni dhënë fjalën o bijtë e Ademi se s'keni me ndëgju shejtanin, wa an ya'buduni hadha innahu lakum adu mubin, aja është armiki juaj i hapt, wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim, a nuk ma keni dhënë fjalën se vetëm mu do të më adhuroni dhe se kjo është rruga ime e drejtë. Allahu Azza wa Jall kur i krijoi shpirtrat, edhe ju tha shpirtrave: elestu bi rabbikum, a nuk jam thot Zoti juaj? Qalu bala, shpirtrat të gjithë shpirtrat thanë po, ti je Zoti jon. Allahu Azza wa Jall tek të gjithë njerëzit, të gjithë shpirtrat e ka vullos imanin në shpirtrat e njerëzve. Të gjithë njerëzit e kanë besimin të vullos në zemrat e tyre. Mirë po pastaj shejtant, edhe xhint, edhe njerëzit shejtan i kanë deviju. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: kullu mauludin yuladu ala al-fitra,
Çdo i lindur që lind, çdo fëmijë që lind në fitra, në natyrshmërinë e pastër të Islamit, në tauhidin e pastër, në akiden e pastër, fëmiu lind dhe i beson Allahut Azza wa Jall pastër. Fa abawahu yahudanihi. Pastaj nona dhe baba e bën thot jahudi, nëse ka prindër jahudi. Au ju nasiranihi, ose e bëjnë krishter. Au ju mergjisanihi, ose e bëjnë me gjusi, zjarputist. E bëjnë mushrik. Pra fëmija lind i pastërt. Prandaj Allahu Azza wa Jall ju thot, a nuk ma keni dhënë fjalën se mu do të më adhuroni? Hadha siratu mustaqim. Kjo është rruga ime e drejtë. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ai shetoni shumë njerëz para jush i ka humb, i ka deviju, i ka çuar dalalet. Pse nuk po mendoni? Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Pastaj Allah ju thot, ky është xhenemi që juve u është premtuar. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hinin xhenem për arsye se ju keni bërë kufur. Keni mohu Allahun Azza wa Jall. Pastaj thot Allahu, el-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sot do t'u mbyllim gojat e juaja. Wa tukallimuna aydihim, do të na flasin duart. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Edhe këmbët do të dëshmojnë për atë që kanë vepruar. Pasi që ti thot Allahu Azza wa Jall këtë fjalë në tokën e mahsherit, ku të gjithë njerëzit ndëgjojnë, njerëzit edhe xhinët, edhe me lajkët dëshmojnë, Allahu Azza wa Jall cilit do t'i flet i pare. Të paren që do t'a thret Allahu Azza wa Jall është Ademi alayhi salam. Do t'i thot Ademit që të vjen para Allahut Azza wa Jall dhe të gjithë njerëzit edhe xhinë ndëgjojnë dialogin dhe bisedën që të zhvillohet mes Allahut dhe Ademit alayhis salam. A ka mundësi me ndëgju të gjithë njerëzit sa njerëz janë? Ka mundësi. Kur Allahu dëshiron diç veç të bëhet. Të gjithë kanë me ndëgju fjalën e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi, prej Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, قال يقول الله تعالى, ka thënë pejgamberi thot Allahu në ditën e gjykimit, ja Adem, o Adem, فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. Allahu ka me thirë Ademi a.s. dhe Ademi a.s. do të thot, tu përgjigja thirrjes tënde o Zot, dhe khejri dhe dobia është në dorën tënde o Zot. Fe yaqulu Allahu jalla wa ala, do thot Allahu jalla wa ala, akhrij ba'th an-nar. O Adem, dalloj ata të cilët janë për në zjarr dhe ata të cilët janë për në xhenet. Fe yaqul Adem, wama ba'thu an-nar ya Allah. Kush janë banorët e zjarmit o Zot? Nuk i di. Fe yaqulu Allahu jalla wa ala, thot Allahu, min kulli 1999 fi an-nar. Në çdo 1000 veta 999 në zjarr, wa wahid fil janna, vetëm se një për në xhennet. Pejgamberi alayhis salam tha, kjo është dita ku fëmia do të zbardhet. Allahu Azza wa Jall e përshkruan këtë moment në Kur'an dhe thot, a'udhu billahi minash rajim, يا أيها الناس اتقوا ربكم. O ju njerëz, frigojuni Zotit tuaj.
Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Me të vërtet, trishtimi i kiametit është një trishtim i madh. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Në atë ditë do të shihni se cila gjithënëse do të hudh fëmijën e saj prej gjinit. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe çdo shtatzane do ta nxjerrë fëmijën e saj para kohë. Wa taran nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Në atë ditë thot do të shihni njerëzit të dehur. Ata nuk janë të dehur. Mirë po dënimi i Allahut është i rëndë. Kur Allahu do të thot Ademit 999 në zjarr dhe 1 në xhenet. Pastaj thot Ebu Sejl el-Khudri, sahabëve ju erdhë shumë rënd, fillun të qajnë, u mërzitën, u brengosën, dhe thanë, oj dërguar i Allahut, kush është ai njopi neve, që kam i në gjennet, e 999 në gjehenem? Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem tha, abshiru, فإن من يأجوج ومأجوج 999 في النار وواحد منكم في الجنة. Po ju përgëzoj, po jap miqde se me të vërtet thot 999 prej Ya'juj dhe Ma'juj në zjarr dhe 1 prej juve kam i hije në xhennet. Pastaj tha pejgamberi sa thumma qal walladhi nafsi bi yadi inni la atma'u an takunu rubu ahli al-janna. Pashaat në dorën e të cilit është shpirti im, unë thot shpresoj se ju do të jeni 1/4 e banorëve të xhenetit. Fakabirna wa hamidna Allah, ushtoi xhamia, sahabët u gëzuan, Allahu akbar, alhamdulillah. Pastaj pejgamberi alayhis salam tha, walladhi nafsi biyadi inni la atma'u an takuna thuluth ahli al-janna. Pashaat në dorën e të cilit është shpirti im, unë shpresoj që ju të jeni 1/3 e banorëve të xhenetit. Fakabirna wa hamidna Allah, bom tekbire dhe falemendrum Allahun, alhamdulillah, pasi që ata u dëshpërun se sahabe kanë qenë 120.000 sahabe. Për 120.000 sa kanë me qenë në xhenet, 100 sahabe në xhenet, prafërsisht. U gëzum, alhamdulillah, xhamia u shtojke, këtë sahabët përshë, alhamdulillah, Allahu akbar. Pastaj pejgamberi sa më tha, po ju përgëzoja diçka. Walladhi nafsi biyadi inni la atma'u an takuna shatra al-janna, shatra ahli al-janna. Thot pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, unë shpresoj që ju të jeni gjysa e banorëve të xhenetit. Pastaj pejgamberi alayhis salam tha, ju thot umeti im pra, në krahasim me umetet tjera, është sikur se një kime e bardhë në kohën e zi. Sikur se një kime e bardhë në kohën e zi. Do me thonë, ne jemi shumë pak në krahasim me umetet tjera. Allahu Azza wa Jalla ka dërguar 124.000 pejgamberler. Të gjithë pejgamberlert bashkë me xhamatin e tyre do të jenë gjysa e banorëve të xhenetit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ummetin e vet do të jetë gjysa e banorëve të xhenetit. Nësa krahasimi është sigur se një kime e bardhë në kohën e zi, në krahasim me ummetet tjera. Allahu në ka vlerësu, Allahu në ka ngrit. Prandaj Isa a.s. dhe pejgamberët tjerë kur kanë kuptuar se çfarë vlerë ka ky ummet,
ka bu dua Isa a.s. që të jetë prej ummetit të Muhamedit a.s. dhe Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar duan, prandaj ka ardhur në kohën e fundit dhe do të jetë prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me çka jemi të ngritur? Me çka Allahu neve na ka vlerësu? Neve Allahu na ka vlerësu se ne nëse e shofim dënjanën të bo khajr, i themi bon khajr, e stimulojmë, e ngritim, e inkurajojmë, e nxitim, veç vazhdo, puno kështu, e lavdrojmë. Po nëse e shofim dënjanën të bo sherr, i themi kemi ki frikë Allahut, mos e bën këtë vepër se Allahu nuk e do këtë vepër. Allahu thotë në Kur'an: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i dobishëm që keni dalë tek njerëzit, më khajrli, më i dobishëm. Me çka jeni më khajrli? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. E urdhnoni të mirën dhe e ndaloni të keqen. Wa tu'minuna billah, dhe i besoni Allahut Azza wa Jall. Në ajetin tjetër Allahu Azza wa Jall thot: wa ulaika humul muflihun. Dhe këta janë ata që kanë shpëtuar në dunjë edhe në ahiret. Pastaj Allahu Azza wa Jall do të thret Nuhin alayhi salam. Do të thot: Yunada Rabbul Izzati wa Tabarak wa Ta'ala, ka me thirr Allahu Azza wa Jall, dhe të gjithë njerëzit shikojnë: ja Nuh, yaqul Nuh labeyka wa sa'adeyk wal khayru bi yadayk. Tu përgjigja o Zot dhe khajri është në dorën tënde. Pastaj Allahu i thot: ja Nuh, hal ballaghta qaumak. O Nuh, aja transmetove të vërtetën, a i thire popullin tënd që vetëm Allahun të adhurojnë. Fe e kul Nuh, nam, do thot Nuh, po Zot, nam ja Rab, wallahu alem, Allahu e din se Nuh a.s. i ka thirë. Fe e kulu l'haku gjelle wa ala, do thot Allahu: ja kaume Nuh, hel belegakum Nuh, o popullin Nuhit. Pas e ka me thirë popullin Nuhit, ajo ka të regu të vërtetën Nuhi a.s. Subhanallah. Këtë kanë me thonë: fe e kulun la ma atana min nëdhir, nuk në ka ardhë asë një qërtuës, wa ma atana min ahad, asë një nësë në ka ardhë. Kur të shofin gjenemin, kur të shofin të dimin e Allahut, kur të shofin të vërtetën, hakun, do të mundohen të rejnë, të gënjenë, mendojnë se me rejna ka me shpëtu për dënimit të Allahut. Nuhi a.s. situatë keqe. Këtë dunjo e përkënjështrojnë, e rejnë e mashtrojnë, i thojnë ti e i qmendur, e si të mas kërë ka dërtu anin, ka thonë ti ala ma i qmendur, se në anija në thotë nuk dërtohet. Edhe në të gjukimit mundohen të përkënjështrojnë. Edhe thonë se s'ta ka ardhë kërë njënë në neve, kur s'ta ka folë, asë njënë e për ti, o Zot. Yakumu Nuh, pasaj thotë Allahu Azza wa Jall, e thirë Allahu Azza wa Jall akidin dëshmitarë Nuh. Akidin dëshmitarë që ka me dëshmu për ti. Nuhi a.s. thotë: po, thotë, e kam dëshmitarë. Thotë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu, Muhammedin dhe ummetin e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne kina me dëshmu për të gjithë pejgamberët. Pastaj pejgamberi alayhis salam thot, hadithi është i vërtet, Buhariu e transmeton: fatud'auna fatashhadun annahu qad balagha ummatahu. Pastaj këtë ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse populli i Nuhit është më pak se ummeti Muhammed alayhis salam, të gjithë ummeti Muhammed ka me dëshmu dhe ka me thonë: po o Zot, Nuhi alayhis salam
e ka tregu të vërtetën, i ka thirr njerëzit në hak. Fa ud'a fa ashhadu alaykum. Pastaj thot pejgamberi sa do të thirrem unë edhe unë kam e dëshmuar për juve. Ndërsa në transmetimin tjetër që e transmeton Imam Ibn Majah me zinxhir të vërtetë, Sheikh Al-Albani thotë hadithi është i vërtetë, Allahu Azza wa Jalla kam na thon, o dhe thot ummeti Muhammed alayhis salam, "Ma alladhi akhbarakum anna Nuh qad balagha qawma pikadin ju keni jetu shumë mas Nuhit alayhis salam, pikadin se Nuhi ja ka treguar të vërtetën popullit, i ka thirrë në hak." Pastaj ummeti Muhamedi do të përgjigjet, do të thotë: "Ja'ana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Neve na erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarana anna ar-rasul jami'an ballaghu qawman fa saddaqna. Na ka thënë pejgamberi alaihi salam se çdo pejgamber që ka ardhur e ka transmetuar të vërtetën popullit të vet. Dhe ne i kemi besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne i kemi besuar Kur'anit, sepse në Kur'an Allahu thot: "Inni da'awtu qaumi layla wa nahara." Nuh alayhis salam thot: "O Zot, unë e thira popullin tim nat e dit, felem jezidhum duai illa firara." Thirrjes teme si ka përgjigj shumë pak njerëzi, ju kanë përgjigj thirrjes teme, të gjithë kanë mohu. Prandaj ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne besojmë se Nuhi alayhis salam, sepse ne i besojmë Kur'anit, i besojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Ne ju kemi bërë juve ummet mesatar. Li takunu shuhada 'ala an-nas, që ju të jeni dëshmitar tek njerëzit. Wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida. Ne kemi dëshmu për pejgamberin, e pastaj pejgamberi alayhis salam do të dëshmon për neve. Pastaj Allahu Azza wa Jall, pasi që ta thret Nuhin, do ta thret Isa alayhis salam dhe do t'i thot: "A anta qulta lin-nas ittakhadhuni ummi wa ilahin min dunillah." O Isa, a ti u thove njerëzive që me të konsideru ti si Zot dhe nonën tonë dhe pos Allahut? Allahu Azza wa Jall e ban këtë pyetje për t'i nënçmu krishterët, për të argumentuar ative se Isa alayhis salam nuk ju ka thonë njerëzive ashtu. E pse bash Isën e bën këtë pyetje? Për arsye se çdo pejgamber që ka ardhur ose i ka besu popullit vet ose i ka mohu. Ndërsa te Isa alayhis salam kanë pas shumë mosmarrveshje ndërmjet tyre. Dikush beson se Isa alayhis salam është Zoti për krishterëve. E dikush beson se është i biri i Zotit. E dikush beson se Isa edhe Meriemi janë dy zota pas Allahut Azza wa Jall. E si ka mundësi Zoti me hangrat me pi? E si ka mundësi Zoti me u martu? Hasha wa kella, i lartësuar qoftë Allahu Azza wa Jall. Ibn Qayyim al-Jawziyja thot një poezi: "Ya ibadul Mesihi lana su'alun." O ju robërit që adhurojni Mesihin, që adhuroni Isën, unë kam thot një pyetje për juve. Nuridu jawabahu mimman wa'ahu. Dëshirojmë për juve përgjigjen në këtë pyetje që po ja parashtrojmë. Idha mata al-ilahu bi sun'i qawmin. Nëse një Zot vdes me veprën e një popullit, e matuhu fa hal hadha ilahun. Pasi që ata e kanë mbit, a ka mundësi me konë Zoti ki? S'ka mundësi me mbi Zotin. Wa ja ajaban li qabrin damma rabban. E ma çuditshme është që vori e ka mbulu Zotin. Wa ajabu minhu batna qad hawahu. E ma çuditshme është si ka mundësi Zoti me qëndru në barkun e nonës së vet. E ka me hunake tisan min shuhuri, qëndroj 9 muaj në barkun e nonës. Leda dhulumatu min hajdin ghazaq, a kështë duhet të erësir në barkun e nanës. Wa shaqqa al-farja mauludan saghiran, pasaj u lind Isa alayhis salam daifan, i dopt,
Fatiha li thedi fa, ka pas nevojë për me pi gjin tek nëna vet. Wa yakulu thumma yashrabu thumma yati, pastaj Zoti juve që po han edhe që po pin edhe që po hec bilazim dhaki, fa hal hadha ilahun, a është ky Zoti, a janë këto cilësitë e Zotit? Pastaj Zoti Ibn Kaimi, ta'ala Allahu an ifkin nasara, i pat meta qoft Allahu nga shpifje që i bëjnë krishterët. I pastër është Allahu që i përshkruan ata shok. Se yes'alu kulluhum amma iftarahu, të gjithë do të pyeten para Allahut për iftiran që e kanë bë Allahut Azza wa Jall. Mbaroj poezia domethënë e Ibn Kaimit. E pastaj Allahu Azza wa Jall e thret Isa alayhis salam. Allahu thot në Kur'an, Suratul Maida ayat 118, وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Kur Allahu ka mi thonë Isës në ditën e gjykimit, o Isa, a ti u thove njerëzive që me të konsideru ti Zot dhe nënën tënde di Zota pos Allahut Azza wa Jall? Qale subhanak, Isa a.s. ka me thonë, subhanak o Zot, i lartësuar je ti o Allah, i patmeta je ti o Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, unë nuk kam të drejtë të them diçka që është e pavërtet, nuk e tham unë këtë fjalë o Zot, in kuntu qultu faqad alimta, sigur ta kisha thonë unë këtë fjalë ti do ta kishe ditë se unë e kam thonë. Dhe të gjithë njerëzit e ndëgjojnë fjalët e Isës alayhis salam. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, ti e din se çka përshpërit unë, çka ka në veten time, dhe unë nuk e di se çka ka tek ti o Zot. Innaka anta allamul ghuyub, ti e ai i cili i di të fshehtat. Pas e thot, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, unë s'ju kam thonë diçka tjetër o Zot, përveç se atë që më ke urdhëruar ti. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, unë ju thash që të adhuroni Allahun të vetmin, Zotin tim edhe Zotin tuaj. Wa kuntu alehim shahidan ma dumtu fihim, dhe unë isha prezent me të përderisa isha gjallë. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alehim, e kur më ngritë lart, atëherë ti ishe o Zot mbikëqyrës i tyre. Wa anta ala kulli shay'in shahid, ti je dëshmitar për çdo gjë o Zot. Pastaj Isa alayhis salam ka mjort keq, dëshiron që Allahu të mëshiroje, dëshiron që Allahu përsëri të shtirë në xhenet, edhe pse ata kanë bërë shirk Allahut. Thot Isa alayhis salam në vazhdim të ajetit, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, o Zot, nëse ti i dënon ata janë robërit e tu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, e nëse ti ja u fal gabimin që e ka mbo ata, ti e krenar, i fuqishëm dhe i e i bud dhe i e i urtë o Zot. Këto fjali thot Isa alayhis salam, këtë ajet pejgamberi alayhis salam një natë fali namaz natës, dhe ta natën e recitoj këtë ajet deri në sabah, edhe mediton të në këtë ajet 3 orë, 4 orë, fali namaz natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, reciton këtë ajet, edhe qanë i kujtohet momenti kur ka thon Isa këto fjalë, pejgamberi alayhis salam 3-4 orë duke përsërit këtë ajet, duke thonë in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, o Zot, nëse ti i dënon ata janë robërit e tu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, e nëse ti u fal atyre, ati je me të vërtet aziz, i krenar
dhe je i butë o Zot. Pastaj Allahu do të përgjigjet Isës a.s. dhe thot: Qala Allahu Yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum, suratul Maida, ajeti 19, në vazhdim të ajetit të faqes, Allahu ka më thonë në atë ditë, kjo është dita në të cilën ditë bën dobi vetëm se ai i cili ka qenë i sinqert, ai i cili ka qenë besnik, sadik me Allahun. Çka do më thonë besnik vëllazër? Besnikëria arrihet pasi që të sprovohësh dhe të bësh sabër. Allahu na sprovon. Nëse ne bëjmë sabër, jemi prej siddiqinëve. Nëse nuk bëjmë sabër, jemi prej kadhibinëve, gënjeshtarëve. E kjo mertebe, kjo derezhe arrihet vëllezër pasi që njeriu të sprovohet në sprova. Kur të thojë se Zoti jem është Allahu, pastaj sprovohesh. E kur sprovohesh të bësh sabër, ti je prej siddiqinëve, prej atyreve të cilët janë besnik. E Allahu në këtë ditë do të përgjigjë, do të thotë: Hadha yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kjo është dita që do t'ju bën dobi besnikëve besnikëria e tyre. Ata që kanë qenë sinqert me Allahun Azza wa Jall, në këtë ditë do të shpëtojnë. Pastaj Allahu thot: Lehum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Ata do të kenë xhenete, besnikët të sinqertët, nën të cilën lidhen lumejt, khalidin fiha abada. Në të do të jenë përgjithmonë. Radhi Allahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ata, edhe ata janë të kënaqur me Allahun Azza wa Jall. Wa dhalika al-fawzu al-azim. Dhe kjo është fitoria më e madhe. Kjo është fitoria, suksesi më i madh. Të shpëtojsh prej zjarmit të xhehenemit dhe të hish në xhennet. Allahu thot në Kur'an: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt ka me shiju vdekjen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Dhe pastaj do të shpërbleni ose do të dënoni ditën e gjykimit sipas veprave që keni bërë. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Kush shpëtojnë prej zjarmit të xhehenemit dhe hin në xhennet, vetëm se ka korë sukses të madh, ka fitu. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një përjetim mashtrues. Vetëm se një përjetim mashtrues, nuk është tjetër. Fitoria e vërtetë është ai i cili shpëton në atë ditë. Pastaj Allahu Azza wa Jall i thret të gjithë pejgamberët. Allahu thran: Yawma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqul. Në atë ditë kur Allahu ka mi tubu të gjithë pejgamberët dhe do t'ju thot: Madha ujibtum? Çfarë përgjigje keni marrë prej popullit tuaj? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Kanë thonë nuk e dim o Zot, ti e din më mirë. Ti je i gjithdijshëm, ti e din të fshehtën. Subhanallah, pejgamberët Allahu ka i marrë pyetje. Do t'i merr me lajket dëshmitar. Do t'i merr në pyetje shahidat për sinqeritetin e tyre që e kanë pas, a e kanë sinqert ajo. Kam i marrë në pyetje dietarët. A mendoni se ne nuk do të mbyllim në pyetje? Pa dyshim se secili prej neve kena mu pyet për veprat tona. Me lusim Allahun që ta kemi lehtë. Allahumma hasibna hisaban yasira. O Allah, na lehtëso llogarin o Zot. Allahu thot në Kur'an: A'udhu billahi minash rajim.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Do të frihë surit dhe çdo sen, çdo gjë ka me vdek, ka mu trishtu. Përveç se disa krijesave që dënë Allahu. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Përsëri thot edhe njerë kam i frisurit dhe të gjithë njerëzit do të rinjallen. وأشرقت الأرض بنور ربها. Dhe kam ndryshu thot toka me dritën e Zotit të saj. ووضع الكتاب. Dhe do të vendoset libri. وجيء بالنبيين والشهداء. Thot kanë me uthirë pejgamberlerat, kanë me uthirë shahidat. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Dhe do të gjukohet në mesin e pejgamberlerëve dhe në mesin e shahidave me të vërtet, me hak, me ligjin e Allahut Azza wa Jall, wa hum la yuzlamun. Dhe asnjënit nuk i bëhet padrejti. Dhe kështu vëllezër do të mbaron, më thon llogaria, dialogin mes Allahut dhe pejgamberlerëve, dhe pastaj Allahu Azza wa Jall do t'i merr njerëzit në pyetje një ka një, në të cilën inshallah javën e ardhshme do të flasim se si Allahu Azza wa Jall, se si është gjykimi i Allahut, se si ka mu gjyku njerëzit, si do të jetë llogaria. Por ne duhet të nderuar vëllezër të përgatitemi. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allahu në Kur'an, përgatituni. Përgatitja më e mirë është takvallëku, devotshmëria, me urujt prej harameve, me i vepru urnat e Allahu që Allahu na ka urdhnu. Allahu thot në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i friksohet Allahut, Allahu i gjen rrugdalje. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe e furnizon ka se kujton. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kush i mbështet Allahut, Allahu i mjafton. Pastaj Allahu thon: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Kush i ka frikë Allahut, çdo çështje Allahu ja lehtëson. Wallahu baligh amri. Allahu pastaj çdo dije që ka pas, çdo vepër Allahu ka më realizu. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Kush i frikëhet Allahut, Allahu ja fal të gjitha mëkatet. Wa yu'dhim lahu ajra. Dhe pastaj Allahu ja shton shpërblimin. Pra kush i ka frikë Allahut, vetëm ne vëllezër të kemi frikë Allahut, vetëm ne të ruhemi prej mëkateve, Allahu na jep 7 gjëra. E para pra është për çdo vështirësi Allahu gjen rrugdalje. E dita është Allahu ta siguron rrezikun. Allahu ta siguron rrezikun. E treta është Allahu të mjafton. E katërta është ti realizon një jetë që ke pas, qëllimet që ke pas, Allahu ti realizon. Yaj'al lahu min amri yusra. Pas vështirësisë Allahu të bën lehtësim. Pastaj yukaffir anhu sayyiati. Allahu ti fal mëkatet. Nëse ti ke frikë Allahut Azza wa Jall. Dhe në fund Allahu Azza wa Jall yu'dhib lahu ajra. Të gjitha veprat e mira do t'i shofsh në ditën e gjykimit. Do t'i shofsh veprat e mira në ditën e gjykimit, kemi pa atje, të cilat Allahu t'i ka shtu. I ke bo shumë vepra të mira, edhe Allahu edhe më shumë ka me ta shtu nëse ti i ke pas frikë Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall që të kemi për atyre që kemi frikë Allahut, për të sinqertëve. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ruaj për dënimit të varrit, për dënimit të zjarmit të xhehenemit, të na lehtëson llogarin. Wa akhiru dawana alhamdulillah.